Prej ditësh po dëgjojmë një refren të ri. Spaku po na fut në krizë qeverisje. Jo, Spak thjesht po ngre qepenin dhe po hyn drita e diellit dhe ne po shohim atë degenerim që ka qenë aty prej vitesh. Kur drejtësia merr timonin do të thotë që shumë çka ka shkuar shtrëmbër. Shumë shtrëmbër. Sepse kriza e vërtet nuk vjen nga drejtësia, por nga fakti që në këtë vend prej vitesh nuk ndodh më veprimi dorëheqjes. Të jesh ministër nën akuzat të rënda është bërë më se normale. Madje sa më të rënda të jenë akuzat, aq më shumë lartësohet figura. Të thuash jap dorëheqje që të përballen me drejtësinë si qytetar i thjesht në Shqipërinë europiane është e paimagjinueshme. Larg qoftë. Zot na ruaj. Kjo është për krijesat pa pushtet, si ne, populli i thjesht. Kjo sepse në Shqipëri ka kohë që ndarja nuk është më e majta kundër së djathtës, por njeriu me pushtet kundër njeriu të thjesht. Dhe fajtor nuk janë ata lart që vjedhin, por fajtor janë ata poshtë që ankohen se po vjedhen. E nëse unë, ti, ne që jemi ata poshtë, pranojmë pa u ankuar, kokë ulur, që ata lart të na ofendojnë, të na vjedhin, të na nëpërkëmbin, të na hiqin çdo të drejtë, atëherë ne, ata poshtë, jemi qytetar të shkëlqyer, shembullor, por guxo dhe kundërshto padrejtësinë më të vogël dhe hyn në listën e zezë të atyre lart. Këtu poshtë, ku jemi ne shumica dërmuese, drejtësia është shumë më e ashpër dhe shumë më e ngadalt, ngjan si një dhimbje pafund, ndërsa me ata lart, politikanët e njohur, sidomos ata që kanë ende pushtet, drejtësia është e shpejtë, shpërblyese dhe e omël. Prandaj çdo politikan i ka marrë pronat e tij dhe jo të tijat që në muajt e parë në detyrë, ndërkohë që populli i thjesht ka 35 vite që ende gjykatave me dosin në përduar. Prandaj për ata lart dorëheqja është e paimagjinueshme, sepse nga lart do përfundosh poshtë. Nga bota e parave, e pushtetit dhe mundësisë për ta negociuar pafajësinë edhe me copat kombit, me plaçkën e popullit, atij që e ke vjedhur dhe që u kërkon votën. Prandaj karrigja mbahet me dhëmb, me thonjë, me shkulje flokësh, edhe me ngulje thikash pas shpine, kur Spaku troket kedera. Prandaj zoti Veliaj nuk e jep dorëheqjen. Prandaj zonja Balluku nuk e lëshon karrigen, për t'u përballur me drejtësinë nga maja, jo nga rruga, sepse shteti që ka ndërtuar nuk është i barabartë për gjithë. Prandaj, zoti kryeministër, kjo e folura juaj për Shqipërinë europiane tingëllon më cinike se cinizmi. A doni cilëni si europian? Po fillojeni nga gjë më minimale europiane, dorëheqja nga posti kur jeni në netim. Përndryshe, zoti kryeministër, nuk jeni duke mbrojtur as pafajësinë e ministrave tuaj të akuzuar për hajdutëri dhe as qëndrueshmërinë e shtetit. Thjesht po mbroni frikën nga dita kur ju do të jeni, si të gjithë ne, vetëm qytetar përpara ligjit.